Zbardhet dëshmia e Jozit në polici, nuk durova më, ja çfarë ka thënë ai, ndërkohë që çudit rrjeti shqiptarët shmenden pas Jozit. Një situatë pa precedent që ndodhi në spektaklin e gjysmëfinales së Big Brother VIP, ku Josefin Marku goditi gjestin pas eliminimit të tij. Duket se akoma po përflitet gjerësisht në rrjet. Dhuna u shtrua brenda ambientëve të Big Brother, ndërsa video u shpërnda gjerësisht në rrjet. Pas kësaj situate të rënd para syve të publikut, ishte policia që mbërriti në ambientet e Big Brotherit, e arrestuan Jozin e shoqëruan me pranga në duar, siç është parë edhe nga pamjet. E ndërka që po përflite nga burime, por edhe jurist, se në këto raste dënimi varion nga 1 gjop deri në 2 vite gjysmëburg, duket se nuk ka ndodhur një gjë e tillë për Jozin. Në komisariatin numër 6 të policisë, ku është shoqëruar Jozi, është zbardhur edhe dëshmia e ish-banorit të Big Brother, i cili ka thënë ndër të tjera: "Më ka provokuar gjatë gjithë lojës, nga nxehtësia e qellova, nuk e durova më", citohet të ketë thënë ai. Jozi mësohet se ka qëndruar në komisariat për 5 orë më radh, në përfundim të procedurave dhe është liruar rreth orës 5 të mëngjesit, ndërsa do të hetohet në gjendje të lirë. Policia thotë se materialet janë referuar në prokurori dhe ka nisur procedimin në gjendje të lirë për Josefin Markun, 29 vjeç, pas transmetimit në një reality show ku ka qelluar me pëllëm shtetasin Besart Kelmendi, thuhet ndër të tjera në njoftim. Por ajo që të çudit më shumë ka qenë edhe vendimi i papritur që kanë marrë shqiptarët që janë shmendur pas Jozit. Pa dyshim kryefjala në këto kohë të zymta pas incidentit, disa prej ndjekësve duket se kanë përqafuar veprimin e dhunshëm të këngëtarit e të tjerë kanë dënuar. Ata madje kanë shfrytzuar edhe rrjetet sociale të Jozit për të shfryrë inatin, me madje edhe për të treguar mbështetjen, teksa është vendosur nga Instagrami i Jozit që të bllokohen komentet, por ajo që ka çudit më shumë ka qenë shtimi i Jozit në më shumë se 11.000 ndjekës në më pak se 48 orë. Ai kishte 55.400 ndjekës, ndërsa mbrëmjen e sotme numërohen rreth 68.000 ndjekës. Një domethënie e madhe që tregon se jo të gjithë mendojmë njësoj.